Në datat 25-26 tetor 2025, qyteti i Tepelenës mirëpriti me krenari edicionin e 2 të Vjosa Wild River International Ultra Trail, një ngjarje sportive ndërkombëtare që bashkoi qindra vrapues nga Shqipëria dhe vende të ndryshme të botës. Pavarësisht kushteve atmosferike sfiduese, gara u zhvillua me energji të jashtëzakonshme dhe entuziazëm të madh. Vrapuesit garuan në distanca nga 11 km deri në 100 km përgjatë brigjeve të lumit të mrekullueshëm Vjosa, duke përjetuar bukurinë natyrore, kulturën dhe mikpritjen e zonës sonë. Bashkia Tepelen shpreh mirënjohjen dhe falënderimet për organizatorët dhe partnerët e garës, garuesit nga brenda dhe jashtë vendit për shpirtin sportiv dhe për kushtimin, vullnetarët dhe komunitetin vendas që dhanë kontributin e tyre për suksesin e eventit. Ky edicion e dëshmoi sërish se Tepelena është një destinacion që bashkon natyrën, sportin dhe mikpritjen shqiptare. International Ultra Trail, Maratona Vjosa Wild River.